E nisëm rrugën dhe për kampingun e Radhës. Pranë një liçeni. Alhamdulillah, mrekulli. Super karkalet e pat. Tani tek sa jemi duke ecur, keni parasysh nëse ka balë, gjeni vendet gjithmonë që ka pak barë që të shkelin të, sepse janë vendet më sigurta për të hedhur hapat. Më shkonjat që kanë pa fund. Alhamdulillah. Këtu ishte pikrisht vendi ku ne ngatruam rrugën dhe u detyruam pasaj që të kthehemi sërish pas. Edhe në jetë, nëse gabon në rrugë, ktheu pas dhe vazhdo në rrugën e drejtë, sepse kështu do të arrish gjithmonë në destinacionin e duhur. Një liçen dhe shiko sa i bukur që është në këtë botë. Po liçenet dhe lumenjtë e xhenetit si do të jenë vallë, me të vërtetë që do të jenë shumë të bukur, as që krahasohen me ato të kësaj bote. Edhe pse ne kënaqemi me këto që kemi në këtë dynja, xhenet do të jenë shumë më të bukura sa kaq. Alhamdulillah. Natyra e bukur të bën të kuptosh madhështinë e krijimit të Allahut dhe madhështinë e krijuesit. Alhamdulillah. Nga lërat interesante që mund bësh është shikosh re dhe thua çfarë forme ka kjo reja. Çfarë forme ka kjo reja? Kjo veze që po skuqet më kujton një fragment nga libri Aventurat e Bilalit. Cili mendon se është? Bismillah, themi kur fillojmë të ham ushqimin dhe ham me dorën e djathtë. Dhe gjithmonë ham nga pjesa që na takon përpara. Keni parasysh. Hurma arabe, ëmbëlsira më e mirë në botë. Dhe ushqimi që më së shumti konsumonte i dërguari ynë alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah. Një kafe e zjerë në natyrë është pija ime e preferuar. Po ju e cila është? Na tregoni në koment. Hajde dini pse ula, sepse është prej sunetit, që pijet të pihen ulur, të thuhet bismillah dhe të pish me dorën e djathtë. Po tjetër, çfarë mendoni se është prej suneteve kur pinë? Na tregoni në koment.
Po më kafshon. Ky që po më kafshon të, ja ku është. Të nxjerr, të hedh në ujë prap. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Muslimani gjithmonë kujdeset për namazin, kudo që t'jesh, namazi falet. Kudo që t'jesh, kujdesesh për te. Dhe ne e falim namazin ton dhe ki parasysh, e sheh të shkopin përpara. E shkopi tregon se ne duhet falim gjithmonë përpara një pengese. Edhe pse pas ti ka vetëm ujë, ama vendoset sepse kështu ka vepruar i dërguari Allahut alayhi salatu selam dhe ky është rregull i namazit.